تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تعالى do vazhdojmë me këtë libër ose letër Risala të Imamit Muhammed ibn Jarir at-Tabari rahimahullah, dhe jemi të pjesa ku thot autori el qawlu fi sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë kapitulli ose pjesa ku fol autori rahimahullah në lidhje me pozitën dhe vlerën e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Muhammed ibn Jarir at-Tabari rahimahullah ka sjell këtu këtë pjesë ose këtë kapitull që me e bo të qartë qëndrimin e tij në lidhje me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ka pas akuza për të, për Muhammed ibn Jarir at-Tabari rahimahullah, ka pas akuza se ka, domethënë, shiizëm të lehtë. Po me këtë pjesë këtu e bon të qartë Muhammed ibn Jarir at-Tabari rahimahullah se ajo është, domethënë, larg çdo lloj shiizmit dhe është, domethënë, në rrugën e ahlu sunna wal jamaa me plot kuptimin e fjalës. Dhe pa dyshim, domethënë, kur flasim në lidhje me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, flasim, domethënë, siç e thot Sheikh Rabia hafidhahullah, për një aslun adhim, domethënë për një bazë madhështore. Domethënë, pozita dhe vlera dhe dashuria për sahabat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është bazë madhështore prej bazave të fesë së Allahut subhanahu wa taala. Sepse realiteti është që ata burra, ata njerëz janë transmetuesit e kësaj fesë. Domethënë, ata na kanë transmetuar neve librin e Allahut subhanahu wa taala, ata na kanë transmetuar neve poshtë dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ran këto burra, i bi do më thonë që kjo fe është transmetuar nga gënjeshtar, nga mashtrues, nga njerëz të dunjas, kurse sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë larg këtyre cilësive dhe moraleve të ulta. Përkundrës, janë njerëz besnik, njerëz të sinqert, që nuk ka pas pejgamberve njerëz si ata. Do të thonë, ata janë pas pejgamberve gjenerata ma e mirë. Gjenerata, do të thonë, ma e mirë, dhe Allahu subhanahu wa taala në librin e tij i ka lavdruar. Dhe po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lavdruar. Dhe Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe po ashtu edhe pejgamberi alaihi salatu wasalam ka qenë i kënaqur me shokët e tij. Këtu Ibn Jariri rahimahullah e bon të qartë, domethënë, qëndrimin e tij, ku thot wa kadhalika naqul, prandaj dhe themi, çka themi, fa afdalu sahaba as-siddiq, domethënë Siddiq i sinqerti besniku Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu është më i miri. Thumma al-Faruq ba'dahu, yani Umar. Pastaj vjen pas as-Siddiqut Abu Bakrit radiallahu anhu vjen Omeri radiallahu anhu. Thumma Dhun-Nurayn Uthman ibn Affan. Pastaj pas Omerit radiallahu anhu vjen Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Thumma Amirul Mu'minin wa Imamul Muttaqin Ali ibn Abi Talib ridwanullahi alayhim ajma'in. Dhe pastaj pas Uthmanit vjen, do më thonë, në Aliu radiallahu anhu. Dhe po ashtu vazhdon Ibn Jariri rahimahullah duke thonë se në lidhje, do më thonë, me sahabët ridwanullahi alejhim,
ka pas domethënë, ka pas ihtilaf. Ihtilaf domethënë mes njerëzve të hakut, mes njerëzve të sunnetit dhe sekteve dhe grupacioneve të devijuara. Por thot Ibn Xheriri rahimahullah se çështja e imamllokut, çështja e khilafetit është çështje domethënë sikur se renditja e tyre domethënë që është në vlerë, në pozitë, po ashtu edhe renditja e tyre si ka qenë domethënë në khilafet. Domethënë i pari ka qenë Abu Bekri, pastaj Omeri, pastaj Uthmani dhe pastaj Aliu radiallahu anhum. Edhe këtu e transmeton domethënë një transmetim nga Sefina, ku thot Sefina maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë el khilafatu fi ummeti 30 sana. Khilafeti në ummetin tem ka me vazhdu 30 vite pas meje, pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thumma min ba'di dhalik mulkun. E pas kësaj domethënë, pas këtyre 30 vite vjen domethënë mbretëri. Wa qala li Safina, dhe thot transmetuesi Sa'id ibn Juhman, më tha mua Safina, amsik, do thonë numroja ka petash khilafetin e Abu Bekrit, sanatan, janë 2 vite. Khilafeti Omerit, 10 vite. Khilafeti Uthmanit, 12, do më thonë 12 vite. Wa khilafeti Aliut, 6, do më thonë 6 vite. Fanadhartu, thot transmetuesi Sa'id ibn Juhman, fanadhartu fa wajadtuha 30 sana. Kur i grumbullova, kur i përmblodha të gjitha këto vite, i gjeta domethënë se ishin eksakt 30 vite. Si ka ardhur domethënë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumicat prej neve, atë që është e njohur te khilafeti i Aliut radiallahu anhu ka qenë domethënë 4 vjet e 9 muaj diçka. 4 vjet e 9 muaj. Domethënë afër 5 vite. Khilafeti Aliut radiallahu anhu. Po pse thot këtu Ibn Xheriri sitten ose Sefina realitet? Këtu i bashkojnë dietarët kur flasin për khilafetin e Aliut radiallahu anhu edhe pjesën e khilafetit të Hasanit radiallahu anhu. Edhe po i mora me atë pjesën e Hasanit radiallahu anhu, biri Aliut radiallahu anhuma, atëherë domethënë i bie për afërsisht 6 vite. Për afërsisht domethënë janë ato 6 vite. Dhe thot shejhu jon, Sheikh Arafat ibn Hasan al-Muhammadi hafidhahullah, se në lidhje, do të thonë argumentet, në lidhje me pozitën dhe vlerat e sahabët ridwanullahi alehim janë të shumta. Dhe ata janë njerëzit më të mirë pas pejgamberëve. Dhe sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam janë përmendur në librin e Allahut, në Kur'anin, dhe po ashtu edhe në libra që janë të shpallura para Kur'anit, siç është Teurati dhe Injili. Dhe janë ata, domethënë, janë besnikët e këtij umetit dhe siguria ose mbrojtësit e tyre. Se por anë sahabët, domethënë, si ka thënë Abu Zur'a ar-Razi rahimahullah, këta njerëz që i sulmojnë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duan ata dëshmitarët tonë t'i rrëzojnë. Se ata janë dëshmitarët. Kush ka qenë dëshmitar e shpalljes të Kur'anit dhe të Sunnetit? Sahabët ridwanullahi alaihim. Por anë dëshmitarët. A vlen pastaj diçka pas kësaj? Nuk vlen. Nuk ka vlerë ajo që thuhet pastaj. Se thot atë që va kanë transmetuar juve këto ajete, këto hadithe, janë domethënë dëshmitarë që nuk vlen, janë gënjeshtarë. Edhe kështu domethënë duan ata në realitet ta rrëzojnë, ta sulmojnë fenë e Allahut subhanahu wa taala. Por e bëjnë domethënë me dinakri. E bëjnë me dinakri dhe me ndjelehtit, që kanë me ndjelehtësi domethënë ua hedhin veshin, edhe në fund domethënë kanë përfundimin që me deviju, me shkatru vetveten e tij. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, se kush e lexon jetën e sahabëve ridwanullahi alehim, do thonë biografinë e sahabëve ridwanullahi alehim me dije dhe me kuptim, do ta kuptojnë me bindje
se ata janë krijesat më të mira pas pejgamberëve. Nuk ka pas si ata, pas pejgamberëve, as nuk do të ketë deri në ditën e gjykimit. Si sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sahabët ridwanullahi alaihim, siç e pamë edhe këtu te pjesa e Ibn Xheririt rahimahullah, sahabët në mesin e tyre, domethënë, ata dallojnë sikurse te pejgambert. Ka pejgambert, domethënë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është më i miri në mesin e pejgamberëve. Ka edhe te muajt, ka muaj domethënë që janë të mbi vlerësuar ndaj muajve të tjerë, ose ka domethënë net që kanë më shumë vlerë se për netve të tjera gjatë vitit. Ashtu edhe në mesin e sahabëve ridwanullahi alaihim ka domethënë të gjithë janë me vlerë, të gjitha janë me virtyte të larta, të gjitha me morale të larta, të gjitha kanë merita, të gjitha janë të lavdruar, por në mesin e tyre domethënë dallojnë. Edhe i pari është, siç e tha dhe Ibn Xheriri rahimahullah, është Abu Bekri, pastaj vjen Omeri, pastaj Uthmani dhe pastaj Aliu radhiyallahu anhum. Dhe e përmend këtu Sheikh Arafati hafidhahullah një fjalë të Omerit radhiyallahu anhu, ku thot Omeri radhiyallahu anhu për Abu Bekrin radhiyallahu anhu, inna Abu Bakr sayyiduna. Abu Bekri është domethënë zotëria ynë, ose krijesi ynë. Wa khayruna, dhe më i miri prej nesh. Këtë domethënë dëshmi e bën El Faruq, Omeri radhiyallahu anhu. Thot domethënë është sayyiduna, khayruna wa ahabbuna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai është domethënë më i dashuri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej burrave. Dhe kjo është domethënë edhe nga hadithi, kur e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë pyetje ka bërë Amr ibn Az radhiyallahu anhu, kur është kthyer nga një ekspedit ushtarake që ka dërguar pejgamberi alaihi salatu wassalam, dhe ka pyetur cili njeri është më i dashur te ty o i dërguari i Allahut, dhe pejgamberi alaihi salatu wassalam ka thënë Aisha radhiyallahu anha, ka thënë prej burrave, ka thënë babai i saj. Domethënë Abu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe ka transmetime tjera ku thuhet thumma man, e pastaj mas Abu Bekrit kush është ai tjetri? Ka thënë Omar. Ka thënë domethënë Omar radhiyallahu anhu. Dhe thot Omeri radhiyallahu anhu, thot law wuzina imanu Abi Bekrin bi imani ahli al-ard la rajaha bihim. Nëse ishte peshu imani e Abu Bekrit radhiyallahu anhu me imanin e banorëve të tokës, kishte qenë imani i tij domethënë më i rëndë në peshore, se sa imani domethënë të tjerëve. Edhe kanë thënë sahabët ridwanullahi alaihim se Abu Bekri radhiyallahu anhu nuk u ka kaluar me shumë namaz, as me shumë agjerim, po ka qenë diçka domethënë që ka qenë në zemrën e tij. Ka qenë diçka domethënë që ka qenë domethënë në zemrën e tij. Po ashtu edhe Omeri radhiyallahu anhu ka domethënë merita madhështore, dhe po ashtu edhe Uthmani radhiyallahu anhu ka merita madhështore, dhe po ashtu edhe Aliu radhiyallahu anhu ka merita madhështore, dhe tregohet domethënë kur ka qenë një ditë prej ditëve pejgamberi alayhi salatu wassalam në Uhud, mbi malin e Uhudit, mbi kodrës së Uhudit, dhe ka filluar të dridhet, dhe me të kanë qenë Abu Bekri, Omeri dhe Uthmani radhiyallahu anhum, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë qetësohu o Uhud, se mbi ty qëndron domethënë një pejgamber, një siddiq dhe 2 shahida. Dhe kjo e ka vërtetuar domethënë është një prej argumenteve për vërtetësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kjo me vërtet ma vonë pas vdekjes së pejgamberit alaihi salatu wassalam është vërtetuar që Omeri radhiyallahu anhu ka ra shahid duke e vra Abu Lu'lu al-Majusi la'anahu Allah, dhe pastaj edhe Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu duke u vra, domethënë duke e kanë vra, kanë sulmu në shpinën e tij nga ana e El Khawarij. Domethënë kjo është vërtetuar pas shumë vite se fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam ka qenë domethënë e saktë.
Edhe kur jemi do thonë te pjesa e Hasanit radiallahu anhu, e pastaj dorëzimi i khilafetit të Muawiyas radiallahu anhu, një ditë prej ditëve ka hy Hasani radiallahu anhu në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe ka qenë shumë i vogël, fëmijë ka qenë. Edhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, inna ibni hadha sayyid. Ky biri jem është domthon prijes, është zotri. Allahu ka më pajtu nëpërmjet ti 2 pale prej paleve të muslimanëve. Sahabët ridwanullahi alayhim kur e kanë dëgjuar këtë hadith, edhe pse Hasani radiallahu anhu ka qenë shumë i vogël në moshë, po s'kan pas dyshim domethën se kjo do vërtetohet. Kur do qoftë, edhe mas 30 vite, mas 40 vite, mas 50 vite, do thonë, këta fjalë të pejgamberit alayhi salatu wasallam do të vërtetohen. Edhe kjo domethën me çështjen e Mera shahid për Omerin radiallahu anhu dhe Uthmanin radiallahu anhu, s'kan pas domethën pikë dyshimit se ato janë fjalë të vërteta dhe nuk i thot pejgamberi alayhi salatu wasallam nga epshi, por është shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. Te çështja e domethën renditjes së sahabëve ridwanullahi alayhim, tregohet domethën Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimullah thotë se në fillim ka pas khilaf edhe në mesin e njerëzve të sunnetit, jo për renditjen e khilafetit mes Uthmanit dhe Aliut radiallahu anhu, për këtë kanë pas pajtueshmëri, unifikim se i treti është Uthmani, i katërti Aliu radiallahu anhum. Por te çështja e vlerës, që disa kanë thënë domethënë i kanë dhënë përparësi Aliut radiallahu anhu para Uthmanit radiallahu anhuma, do thonë në vlerë, jo në renditjen e khilafetit. Kjo ka qenë, këtë e thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimullah, që është domethënë prej njerëzve ose nga kresat më të ditura për fenë Allahut subhanahu wa taala, dhe ka qenë njëri Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimullah, që ato shekujt, 4-5 shekujt, mas gjeneratave të arta, Ibn Taymija rahimullah ka qenë ai i cili ka qenë ripërtërsi. I ka ripërtrit domethënë në bazat dhe rregullat e menhexhit selefi. Ibn Taymija rahimullah thotë se ka pas khilaf në fillim, por ma vonë istaqarra al-ijma, domethënë është vendos ijmaja, konsens, pajtueshmëri e njerëzve të sunnetit, se edhe në çështjen e pozitës dhe vlerës, i treti është Uthmani, pastaj katërti Aliu radiallahu anhuma, dhe këtu duhet kemi shumë kujdes. Se thotë Sheikh Abdul Buhari, ka njerëz këtu që kanë smundje në zemrat e tyre dhe kanë domethënë diçka kundër Uthmanit radiallahu anhu, edhe marrin këtë fjalë të Ibn Taymijas rahimullah, duke u tentu domethënë që ta mbulojnë veten e tyre, ta maskojnë veten e tyre dhe në mënyrë të fshehur ta sulmojnë Uthmanin radiallahu anhu. Domethënë, mas ijmas, masi që është bërë ijmaja, se Uthmani është edhe me vlerë i treti, pastaj vjen Aliu radiallahu anhu, atëherë pas lidhjes së ijmas, njeriu nëse vjen tash dikush edhe thotë, jo po ka pas khilaf edhe unë tash e kam mendimin se i treti është Aliu, i katërti është Uthmani. Këtu thotë Sheikh Abdul Buhari se njeriu nëse ka këtë mendim tash, shpallet domethënë për bidatçi dhe për të devijuar. Se ka prej hizbive domethënë e sjellin këtë fjalën e Ibn Taymijas rahimullah, dhe ka thënë Ibn Taymija se këtu ka pas khilaf në çështjen e vlerës e jo në khilafetin, edhe nuk e tregon më. Jo, po ka qenë kjo në fillim, pasi që është lidhur ijmaja, nuk ke hapësirë, thotë Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah. Nuk ke hapësirë domethënë që ti të dalish jashtë ijmas. Jashtë ijmas domethënë nuk ke hapësirë, por je detyruar domethënë ta pasojsh domethënë në ijma'a salaf ridwanullahi alayhim. Edhe Ibn Abi Dawud as-Sijistani rahimahullah në poezinë e tij El-Haiya ku thotë
dhe thuaj wa qul inna khayran nasi ba'da Muhammedin wazirahu qidman thumma Uthmanul arjahu. Do më thonë thuaj se njerëzit më të mirë pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam janë dy ministrat e tij. Dy ministrat e tij, do më thonë janë për qëllim Abu Bakr, pastaj Omeri radiallahu anhuma, thumma pas tyre, thumma Uthmanul arjah. Do më thonë pastaj vjen Uthmani radiallahu anhu, dhe kjo është do më thonë në mendimi më i saktë. Dhe rabi'uhum, do më thonë Alijun. Dhe i katërti vjen Aliju radiallahu anhuma. Dhe thot Shejhu Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, se që ta kuptojmë pozitën dhe vlerën e sahabëve ridwanullahi alejhim, duhet edhe t'i shohim do më thonë përpillimet dhe librat e selefit, që selefi ridwanullahi alejhim nuk kanë përpilluar do një libër, a është libër i shkurtër, si kjo do më thonë të Ibn Abi Davutit poezia, ose si Sarihu Sunna, sunneti i prerë ose i qartë të Ibn Xherir dhe Tabari rahimullah, ose libra që me vëllime, të gjitha do më thonë çdo herë e kanë cekur në mënyrë të prerë do më thonë çështjen e sahabëve, sepse është bazë për bazave të fesë. Edhe Imam Ahmedi rahimullah në usulu sunna, në bazat e sunetit, e ka cek do më thonë këtë çështje. Edhe kur flasim do thonë të çështja usulu sunna të Imam Ahmedi, kanë thënë dietarët këtu janë ka usulul islam, janë bazat e islamit. Prej tyre bazave është çështja vlera pozita e sahabëve ridwanullahi alejhim. Pra edhe selefat ridwanullahi alejhim, a është usulu sunat Imam Ahmedit, a është usulu sunat Imam Humeidit, a janë sarihu sunat të Tabariut, a janë kjo poezia do më thonë, a janë poezia tjera do më thonë që ka bërë Ibnul Qayyim rahimullah ose Ibn Taymiyyah rahimahullah, e kanë përmend do më thonë çështjen e sahabëve ridwanullahi alejhim. Sepse thot Sheikhu Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, ai i cili do më thonë u akthen shpinën rrugës së sahabëve ridwanullahi alejhim, me të vërtet do më thonë ai e ka kundërshtuar rrugën e besimtarëve. Dhe ndodh thot Sheikhu Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, që një njeri me ndjek këtë rrugë, duke i kundërshtu sahabët ridwanullahi alejhim, dhe nuk është i vetëdijshëm për këtë. Do të më thonë që ti jesh në atë rrugë, duke i kundërshtuar shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe ti nuk je i vetëdijshëm. Nuk je i vetëdijshëm. Prandaj duhet kemi kujdes që mos, edhe do shohim tash do më thonë edhe Sheikh Rabia hafidhahullah çka thot në lidhje me sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe se nuk guxojnë dhe nuk kemi hapësirë të futemi edhe në ato çështje që kanë ndodhur me sahabëve ridwanullahi alejhim. Edhe Ibn Taymiyyah rahimullah ka thënë për këtë çështje se një pjesë e madhe që është thënë për sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam është gënjeshtër. Një pjesë tjetër e kanë shtrëmbu, një pjesë tjetër e kanë shtu, një pjesë tjetër e kanë hek. Ajo që është e saktë, ka thënë Ibn Taymiyyah rahimullah, është sikur se pika e ujtit në oqean. Ajo që është e saktë në lidhje me këta akhbar, në lidhje me këta do të thonë transmetime, është sikur se pika e ujtit në oqean. Kjo është kaq. Edhe sahabët, si kanë thënë imamllarët e sunnetit, janë do të thonë muçtehidun. Ai i cili ja ka çullu, i ka dy shpërblime, ai i cili ka gabu, do të thonë e ka një shpërblim. Dhe i përmend Sheikh Rabia hafidhahullah disa argumente në lidhje me sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Dhe ashtu ne u bëm juve një popull të drejtë, për të qenë ju dëshmitar ndaj njerëzve dhe për të qenë i dërguar i Allahut dëshmitar ndaj juve. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ju jeni domethënë populli më i mirë që ka dalë për njerëzimin. Pse? Ku qëndron ky dallim ose kjo vlerë, kjo hajria? Ta'muruna bil ma'ruf, ju urdhëroni për të mirë dhe ndaloni domethënë nga
nga e keqja. Dhe po ashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala, laqad radiya Allahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Domethënë Allahu është i kënaqur me ata besimtarë që ta dhanë besën nën pemës, ai e di se çka kishin në zemrat e tyre, prandaj zbriti qetësinë për ata dhe i shpërblemi një fitore të afërt. Domethënë thot Allahu subhanahu wa taala fa'alima ma fi qulubihim. Allahu domethënë ka dije, e ka ditur për atë çka ata e kanë në zemrat e tyre. Kjo është që duhet ne të kemi kujdes. Ne s'kemi punë këtu me njerëzit. Ti ke punë me krijuesin e zemrës tënde. Ai domethënë që di çka fshefi shti domethënë në zemrën tënde. Prandaj Allahu fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Atëherë zbriti Allahu subhanahu wa taala për ata qetësi dhe i shpërblej ata me një fitore të afërt. Kur vjen ajo fitoria? Kur jemi mukhlisin, fa'alima ma fi qulubihim. Çka kanë pas ata fi qulubihim? Nifaq? Jo. Shirk? Jo. Bidat? Jo. Kanë pas tauhid, kanë pas ikhlas, kanë pas pasimin e sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj wa athabahum fathan qariban. Prandaj domethënë dhe i ka shpërblyer me një fitore të afërt. Edhe për çka kanë dhënë besën pejgamberit alayhi salatu wassalam nën pemën? Besën domethënë për vdekje, që deri në vdekje do qëndrojnë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Jo pak kur diçka ndodh edhe secili kthehet me shpinën edhe shkon në shpinën e vet. Jo, duhet me qëndru. Duhet me qëndru barakallahu fikum. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu. Domthon Allahu është i kënaqur me të hershmit e parëve prej muhaxhirëve dhe prej ansarëve, prej atyre domethën që pasuan dhe prej atyre domethën që i pasuan ata me punë të mira, dhe ata janë të kënaqur ndaj tij, domethën ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Dhe ata që kanë prirë në besim, kanë prirë në besim, e që do të prinë edhe në xhennet, ata janë të afërtit e Allahut subhanahu wa ta'ala në kopshtet e kënaqësisë, në kopshtet e kënaqësisë. Do thonë kanë vërtetu këtë me çka? Me qëndrimet e tyre. Duke dhënë sahabët ridwanullahi alejhim, duke dhënë do thonë gjithë çka posedojnë për fenë Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe më të shtrenjtën që njeriu e posedon është shpirti i tij, jeta e tij. Sahabët ridwanullahi alejhim kanë qenë të gatshëm dhe shumë prej tyre domethënë e kanë fliju jetën e tyre që kjo fe sot të vjen te ty dhe te une, që ti me rehati ta mësojsh, ta lexojsh, ta kuptojsh, dikush domethënë e ka fliju jetën e tij me plot kuptimin e fjalës. Me plot kuptimin e fjalës. Prandaj duhet ta marrim këtë punë seriozisht. Jo me emocione, jo po sot i kam ndjenjet e mia, emocionet e mia mirë, po shkoj në mësim ose po mësoj diçka prej fesë. Pastaj një javë ditë jam mirë, merrem me lloj-lloj budalliqe. Edhe hub kohën për Facebook edhe në Instagram e ku e diku. Jo, duhet merret seriozisht. Edhe të mësojmë çdo ditë me përparu. Kështu kanë qenë sahabët ridwanullahi alejhim. Këto vlera që i kanë ata, këto merita që kanë arritur, nuk i kanë arritur për vetëm se me punë, me vepra madhështore. Edhe kur foli Ibn Taymiyyah rahimullah për atë pikën në oqeanin e madh, thot ajo fshihet dhe u falet atynve me ato veprat e tyre që kanë bërë madhështore për fenë islame.
Do thonë edhe kur bëhet para atë pikën e vogël në oqeanin e madh, thotë Ibn Taymi rahimullah me veprat e tyre të madhështore që kanë bërë, do të thonë i fshin ato veprat tjera. Edhe shikoni si kanë qenë sahabët ridwanullahi alehim mes vete. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ajo pron u takon muhaxhirëve të varfër, të cilët u dëbuan prej shtëpive të tyre dhe prej pasurisë të tyre. Do thonë u dëbuan, u priashtuan nga Mekja. Jo se kishin bërë ndonjë krim, ndonjë problem aty. Problemi i tyre ishte pse e adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Veçimi i Allahut subhanahu wa taala me adhurim, kjo ishte për mushrikët e Mekës krim. Sikur se ka qenë edhe për qafirat të tjerë, domethënë, në të kaluarën, te popujt të tjerë. Dhe krimi ka qenë tauhidi për ata, për qafirat dhe për mushrikët. Për këtë shkak domethënë janë dëbuar prej shtëpive së tyre dhe prej pasurive. Edhe tregohet domethënë Suhejb ar-Rumi radiallahu anhu, se kur ka qenë të dalë prej Mekës e kanë kap mekanësit, qafirat mushrikët e Mekës, e kanë thënë kujde të shku, ti ke ardhë në Mekë me asnjë send, ke qenë i varfër, s'ke pas asnjë gjë. Tash gjatë qëndrimin tënd në Mekë je pasuru, me gjithë këtë pasuri don me nai, don ti ikisht prej neve? Ata ka thënë Suhejbi radiallahu anhu, ka thënë se i ka pasur njerëz të dunjas, ka thënë po nëse u alajun juve dunjan, pasurinë, am lishoni me shku? Ka thënë po, të lishojnë. Edhe ashtu ka nis. Bile edhe këtë këmishën nalt që e ka pas, ja kanë morë. Ashtu ka nis me shku në Medinë. Me u bashkangjit me pejgamberin alayhi salatu sallam në Medinë që numri muslimanëve të shtohet, edhe numri i qafirave në anën tjetër të paksohet. Kjo është prej dobive të hijretit, që ti të largohesh prej vendit të kufrit, që ta zvogëlosh numrin e tyre dhe të shkosh te një vend të muslimanëve që ta zmadhosh numrin e muslimanëve. Kjo është dobi. Se përndrysh ata krenohen me milionat e banorëve që kanë ata. E do shta nëse shohim një pjesë e madhe atyre milionave të banorëve që kanë për Francë ku diku, janë një pjesë domethënë e madhe, janë muslimanë. Ama ata i quajnë domethënë si banorë të Francës. Ata u zmadhojnë numrin. Barakallahu fikum. Domethënë janë dëbu prej shtëpive të tyre dhe prej pasurisë të tyre. Çka kërkojnë ta njerëz? Duke kërkuar mirësinë dhe kënaqësinë prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe që ndihmojnë Allahun dhe dërguarin e tij, dhe të dërguarin e tij. Të tillët janë besimtarët e sinqertë. Të tillët janë. Kush janë ata që ndihmojnë Allahun subhanahu wa taala dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Të tillët janë të sinqertit. Edhe ata që e pregaditën vendin, cilin vend? Medinën, dhe që kanë pranuar besimin qysh ma parë, i duan ata që shprënguleshin tek ata, dhe nuk ndjejnë kur fare rëndim, ose pa kënaqësi për atë që u është dhënë atyre. Madje, edhe sikur të kishin vetë nevojë për atë. Ata u japin përparësi atyre para vetvetes. Kush është i ruajtur nga lakmia e vetvetes, me siguri që do të jetë prej fituesve. Shikoni si ka qenë vllazniloku dhe raportet në mesin e sahabëve mes tyre. Që ata u aduan të mirën të tjerëve. Dhe kur kimi ne një vllazni të tillë, që une me mendu për tjerin, jo për mua njëherë, edhe Ibn Qayyim rahimahullah thot, realiteti i takvallokut është që të mendosh se të gjithë janë më mirë se ti. Këta në kushtet rënda. Ne sa më dalim pak, mendojmë se krejt janë marrë këshi se une. Unë jam ma i miri këtu. Ibn Qayyim rahimahullah, ky mjeshtër i madh, ky talent i madh thot, realiteti i takvallokut është që të mendosh se të gjithë janë më mirë se ti.
Këta janë kushe të rënda, që duhet shumë gjihad me nefsin me bo, që ta mposhtish nefsin. Edhe, shikoni do thënë japin për parësi të tjerë edhe nëse vetë ata kanë nevojë. Ne edhe kur s'kemi nevojë nuk japim të tjetrit për parësi. Ne s'kemi nevojë, ama tjetrit jo t'kemi nevojë. Atëre ham tjetrin me gjithë petkat do shta. Edhe themi ne jemi selefi, ne jemi vlezër. Kjo uhuwa tu lillah, vllaznilloku për hir të Allahut nuk është vetëm me fjalë. Veprat si kanë bërë domethënë ata që përgatitën vendin, cili vend Medinën, që ishin domethënë prej ansarve, që i kishin besu pejgamberit alayhi salatu wasallam, kur erdhën muhaxhirët prej Mekës, ishin të dëbuar, erdhën ndoshta dikush me familje, dikush pa familje, pa lek, pa pasuri. Ata i pritën ata domethënë me gjoks të hapur, me zemra të hapura. Jo të ndjenjë për kanaqësi ose të rënduar. Jo më thonë se këta në erdhen, do na marrin tash ata riskun neve. Do na hajnë bukën ata tash neve. Jo, nuk ishin kështu ansarët. Edhe realiteti është domethënë se muhaxhirët ridwanullahi alejhim janë më mirë se ansarët. Si janë ata muhaxhirët, nëse janë ansarët kështu, që nuk rëndohen, dhe japin përparësi të tjerëve, si janë domethënë ata muhaxhirët. Allahu Akbar. Prandaj të gjitha këto lëvdata i ka përmendur Allahu subhanahu wa ta'ala për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe disa prej dietarëve si El-Qurtubi rahimahullah dhe të tjerë kanë thënë se ky ajet domethënë se ka qenë shkaku domethënë një familje në Medinë, ka ardhur njëri në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe i ka kërkuar bukë pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe s'ka pas. Atër ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, këtë musafirin tem kush e merr son të shtëpia e vete, domethënë, me i dhënë darkë. Atëherë njëri prej sahabëve ka thënë unë po e marr, edhe kur ka shkuar në shtëpi, atëherë ka thënë gruaja ne s'kemi bukë tjetër për vetëm se buka e fëmijëve. Atëherë ka thënë para se të fillojnë urijat e fëmijët, futin gjumë fëmijët edhe bone bukën për musafirin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ta shujnë dritën pastaj, kandillin domethënë të shuhet, edhe të bëhem unë sikur se ha bash me vllajën tem, unë do bëhem çaj mos më ngushtohet, se nëse marr vesh ai atë kam edhe ai donale domethënë nuk kam hangër bukë, edhe unë do bëhem sikur se ha bukë natë, ama në realitet nuk ha bukën se s'ka vetëm para atë ka. Atëherë këtu drita ka qenë e shujtna. Tu drita ka qenë në shujtna. Kush ka pa? Ati që nuk ik asgjë. Allahu subhanahu wa ta'ala. Atëherë thuhet se këto ajete janë shpallur për ata. Që japin përparësi të tjerëve ndaj vetvetes. Do thonë ata kanë pas vetë nevojë. Vetë kanë qenë domethënë nevojtar. Por u japin përparësi të tjerëve. Kjo është domethënë ukhuwatu fillah. Me pas domethënë vllaznillok për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Jo vetëm vllaznillok kur është puna në rregull krejt. Edhe jemi vëllezër. Por i madhi e mëshiron të voglin dhe i vogli e respekton të madhin. Atëherë vjen domethënë jo me pa njeriu pak ka bu diçka dhe sheh merita, mendon se ai duhet të trajtohet kështu, duhet të trajtohet ashtu. Do shohim domethënë tash te biografitë e selefit, se si kanë qenë imamllarët e selefit, imamllarët. Edhe prandaj ne duhet domethënë të mësojmë këto biografi, fillimisht biografia e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Që Sheikh Rabia tregon se në fillim kur kanë filluar me lexu, me mësu, i ka rënë në dorë, qysh në gjimnas kur ka qenë parafërsisht, më duket shehu thot, i ka rënë në dorë libri Riyadus Salihin të Hafidh an-Nawawi rahimahullah. Sheikh Rabia thot, unë tu e lexu librin, më shtohesh te dashuria për pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe çaj isha vet. Ne a e lexojmë me një zemër të tillë, me një logjik të tillë ose për çka lexojmë domethënë? Që me dal ti tregoj çetrit, unë e lexova sot, unë u bona, unë e di. Do thonë, kur njeriu preket aq shumë dhe aq shumë domethënë zë vend
ai lexim në zemrën e robit? Kur e lexon me një zemër të pastër. Kur e lexon me një zemër të pastër. Kur jemi të pastruar për interesave të dunjas. Dhe përmend këtu Shekh Rabia hafidhahullah fjalën e Imamit Tahawi rahimahullah, që thotë domethënë se i duam të gjithë shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe nuk nënglizhojmë ndaj askujt në lidhje me dashurinë ndaj atyre. Dhe pre askujt nuk distancohemi. Dhe i urejmë ata që i urejnë shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe i urejmë ata që nuk i përmendin shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam me hajër. I urejmë ata që i urejnë shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i urejmë ata që nuk i përmendin për të mirë. Sepse ne nuk i përmendim ato për vetëm se bi hajrin. Vetëm për hajr, për të mirë. Sepse dashuria për to, dashuria wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Dashuria ndaj sahabëve ridwanullahi alejhim është fe, është iman, është ihsan. Wa bughduhum, dhe urrejtja ndaj tyre është kufrun wa nifakun wa tughyan. Dhe urrejtja ndaj shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasallam është kufër, është hipokrizë dhe është domethënë kalimi i kufive. Edhe përmend prap Shekh Rabia hafidhahullah, fjalën e Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah se thot prej bazave të ehlu sunna wal jamaa është që mi pas zemrat dhe gjuhët tonë të pastra ndaj shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Do të thonë me qenë zemra jone pastër në lidhje me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe po ashtu edhe gjuha jonë. Mos i përmendim do të thonë me çështje negative, por vetëm do të thonë me morale të larta. Edhe ato janë meritor për ata morale të larta. Edhe duhet me i lexu siç e thotë Ibn Taymiyah rahimahullah, si ka thënë, nëse i lexon dikush domethënë me kuptim edhe me dije biografitë e këtyre burrave, ka me kuptuar se me të vërtetë janë ata për këto lavdate që ka thënë Allahu Taala për ata. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam janë meritor, i kanë merituar. I kanë merituar. Dhe thot Shekh Rabia hafidhahullah se padyshim se shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam kanë pozitë madhështore dhe kanë domethënë në vlerë të madhe. Që këtë ua ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në librin e tij dhe po ashtu edhe sunneti pejgamberit, në sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një gjë e tillë domethënë e vërtetuar. Është domethënë e vërtetuar. Prandaj thot Shekhu, Shekh Rabia hafidhahullah, si shkaku I kësaj, ne domethënë duhet t'i mbrojmë sahabët ridwanullahi alehim dhe ta mbrojmë derin e tyre. Dhe ta mbrojmë derin e tyre me vetvetet tona dhe me pasuritë tona dhe mos kemi frikë në këtë rrugë. Mos kemi frikë domethënë në mbrojtjen e sahabëve ridwanullahi alehim nga kujt? Prej sulmuesve. Ata që I sulmojnë sahabët, që pastaj do shtë ai tjetri të sulmohet si pasojë të kësaj, për shkakun e mbrojtjes ndaj sahabëve ridwanullahi alehim, por duhet me qëndru. Duhet me qëndru dhe me I mbrojt shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe prandaj thot Shekh Rabia se prej këtu, nga të gjitha argumentet në librin Allahu subhanahu wa taala dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe po ashtu edhe nga fjalët e sahabëve ridwanullahi alehim, kanë thënë njerëzit e sunetit ahlu sunna wal jamaa, kanë thënë se kush degradon njërin nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam, ajo është zindiq, renegat. Ajo është renegat. Kush degradon njërin nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. E si është jo vetëm degradim, po sharje, ofendim dhe tekfir e sahabëve ridwanullahi alejhim. Si është atëherë puna e këtij personit.
Dhe thot Shekh Rabia përmendet këtu se kur e refuzon njënin, që përmendet këtu ka qenë ai me xhul, njeri I pa njohur, por ka tentu me fut dyshime në mesin e muslimanëve, në mesin e selefive, duke mbrojt Sejt Kutubin, edhe Shekh Rabia thot, sikur ju ti kishit zbatu këto fjalë të imamlarëve të sunetit për Sejt Kutubin. Sikur se ti kishit zbatu ju. Merreni fjalët, mos I merrni fjalët e mia, që do shta mendoni kimi diçka personale me Sejt Kutubin, jo. Merrni fjalët e imamlarëve dhe gjikoni Sejt Kutubin me fjalët e dietarëve të mëdhenj. Nëse njënin degradim flasim, jo sharr, jo ofendim, nënçmim dhe tekfir. Edhe ata thot Shekh Rabia hafidhahullah, se ata që I sulmojnë ose I degradojnë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pa dyshim domethënë janë njerëz që janë njerëz domethënë me pavlerë, të pavlefshëm, dhe janë njerëz ignorantë, njerëz të devijuar, janë munafika dhe renagata. Ata që I sulmojnë dhe I shajnë shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Bile thot Shekh Rabia hafidhahullah, thot Shekh Rabia se është wajib, wujub mahabbati sahaba ridwanullahi alayhi. Është domethënë detyrë për muslimanët që t'i duan shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kanë detyrë që t'i duan domethënë dhe është bazë prej bazave të kësaj fesë. Edhe është bazë prej bazave të aqidës, min usulil aqida, ihtiramu sahaba wa hubbihim wa difai anhum. Është domethënë prej bazave të aqidës e ahlusunna wal jamaa, me I respektu, me I nderu sahabat, me I dash sahabat dhe me I mbrojt ata, me I mbrojt. Jo me qëndru I pa-anshëm. Me thënë jo, po nuk prekem unë, jo preket feja jote. Këtu kur preken këta burra, preket feja yte. Se ata që ti prekin këto burra, nese ta prekin fejnë. Edhe thonë, këta ju që I keni të paprekshëm, edhe që I doni, këta janë gënjeshtar. Këta kanë manipulu. Atër edhe ki, Koranin që lexoni ju, nuk është I sakt. Edhe këto Buhariu edhe Muslimi nuk janë të sakta. Do thonë, synimi është këtu, ata duan këtu me dalë. Prandaj sahabët ridwanullahi alejhim janë të paprekshëm. Dhe Allahu subhanahu wa taala I ka lavdruar ata. Dhe është I kënaqur me ata. Dhe pas lavdatës së Allahut subhanahu wa taala nuk kanë ata nevojë për lavdata për njerëzve. Se Allahu I ka lavdruar, Allahu I ka pastruar. Edhe në momentin që verifikohet ose vërtetohet se një njeri është sahabi, baron ai është besnik I sinqert. Prandaj dietarët e hadithit kur e kontrollojnë sinxhirin e hadithit, deri te para sahabiu shihet a ka qenë gënjeshtar, a ka pas dobësi në memorizimin e tij, a ka pas kështu, a ka haru, a ka ndryshu, se ka për shembull dikush ka jetuar në Sham, ka qenë I mirë, ka shkuar në Egjipt, ka ndryshuar memorizimi I tij, I ka humb librat e kështu me radhë. Ata shikojnë sa jashtë sahabëve, te sahabët një gjë e tillë nuk shikohet, se të gjithë janë udul, të gjithë janë të drejtë. Të gjithë janë domethënë njerëz besnik. Me dëshminë e Allahut subhanahu wa taala për ata. Dhe po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ka thënë domethënë, gjenerata më e mirë është gjenerata jeme, pastaj ajo që vjen pas tyre dhe pastaj ajo që vjen pas tyre. Dhe po ashtu se shenja e nifakut është urrejtja ndaj ansarëve. Dhe shenja e imanit është dashuria ndaj ansarëve. Thot Shekh Rabia, hafidhahullah, fa kejfe bil muhajirin, el muhajirun la shek afdal min el ansar. Nëse këtë fjale ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam për ansarët, se me pas urrejtje për ata është nifak, e me pas dashuri për ata është iman, si është atëherë për muhajirun,
për emigrantët e Mekës që janë më mirë se ansarët. Do thonë ata janë më parësor për këtë gjykim, se nëse kanë urrëtie për dikën prej muhaxhirëve, që thuhet për ata se është shenjë nifakut. Është shenjë, domethënë të nifakut. Edhe Uthmani radiallahu anhu, që sulmojnë si se kutubi e kështu me radhë, nuk është vetëm prej muhaxhirëve e muhaxhirëve. Është prej parëve që kanë hyrë në Islam. Është do të thonë prej burrave, prej parëve që kanë hyrë, që janë konvertuar në Islam dhe kanë qëndruar dhe është sahibul hijratain, është burri do të thonë i 2 hijrave. 2 hijrete ka bo. Asaj kohë flasim, do të thonë ne sot me këto mundësi që kemi dhe prapë kemi vështirë. 1 hijret ta bëjmë. Ajo 2 hijrete, që ti shkosh në për me ato si thuhet ato, nuk se ni thush aty në anije, barka, ha? Varka. Nga drasa. Ajo do shta gjatë kujti sa edhe zhytesh në det. Ata do më thonë, e kanë ditë rrezikun dhe e kanë marrë si për këtë rrezik, që vetëm ta mbrojnë dhe ta ruajnë fenë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe poshtë edhe në Medinë pastaj. Edhe thotë Sheikh Rabia hafidhahullah, po ashtu, është domethënë prej bazave të ehli sunna wal jamaa, që me pas i'tiqad se të gjithë sahabat janë udul, njerëz të drejtë besnik. Të gjithë sahabat janë udul. Dhe po ashtu, thotë Sheikh Rabia hafidhahullah, prej usulve, prej bazave të ehli sunna wal jamaa është që të përmbahemi, ose me fjalë tjera, mos futemi në atë që ka ndodhur në mesin e sahabëve ridwanullahi alejhim. Si do më thonë në Sefin, në Gjemel e kështu me radhë, do më thonë mos të hymë në ato çështje, po të përmbahemi. Pse se e përmend këtu fjalën e Sheikhut Islam ibn Taymija rahimullah, se një pjesë e madhe është do më thonë janë gënjeshtra, që i kanë futur rafidat do më thonë në mesin e muslimanëve, dhe një pjesë tjetër është e shtrëmbuar, një pjesë tjetër është e ndryshuar, e kështu me radhë e shtume, edhe prandaj ajo që është ma thabata anhum, thotë Ibn Taymija rahimahullah, është vetëm do të thonë si ke qatratin fil bahr. Është do të thonë si pikë ujë në det ose në oqean. Edhe barakallahu fikum do të thonë në Rafida, kur i fusin këto dyshime, këto helme në mesin e muslimanëve që të aprishin akidën e tyre dhe bazat e tyre, nuk i fusin kështu në mënyrë do të thonë ashiqare, po do të thonë nga larg. Më kujtohet një herë në Medinë, një profesor thoshte se Aliu radiallahu anhu i ka kërkuar Muawiyas radiallahu anhu ballafaqim. Edhe ka thënë Aliu radiallahu anhu, kush mbetet për neve ty i gjallë, aje ka khilafetin. Maroj puna. Unë të gjova tash njerë, po thash, ku e di ky tjetri e tha një herë tash, hajde, ç'është ti themi tash, lija. Mas 3 javë ose 4 javë, prap të njëjtën gjë e tha. Atëherë, gjumën e ardhshme, Mesxhid Ridwan, e takova Sheikh Arafatin, hafidhahullah, edhe i thash, Sheikh filani, e ka thënë këtë fjalë. Tha Sheikhu, kjo fjalë është në Tabarani, tha. Unë do thonë si kisha tregu Sheikhut se para prakisht do më thonë t'ja tregoj pyetjen ose t'ja çoj me mesazh, e Sheikhu me kërkues. Ishte pyetje do thonë në befasi kështu. Edhe aty ku pa ka qenë një prej rasteve që me të vërtet se Sheikh Arafati është i felluar në dije. Se këta sene nuk janë do të thonë çështje që është në Buhari dhe Muslim edhe do shta ta marr mendja se kam super mend tash. Ena Sheikhu tha se ky transmetim është transmetimi i dobët dhe këtë e përdorin Rafida dhe shiitët që me sulmu Muawiyan radiallahu anhu. Shikoni do thonë ku e kanë qëllimin ata, me sulmu Muawiyan, që me shfaq në sytë e njerëzve se ky është frikacak.
ky s'ka pas trimëri me i dal Aliut radiallahu anhu përballë. Do thonë me degradu, to është qëllimi, me degradu Muawijan radiallahu anhu. Dhe edhe taj, do më thonë, se Hind radiallahu anha e ka dhënë urdhrin që Wahshi me vra Hamzan radiallahu anhu, Sheikh Esat e Zatëri tefkur, Sheikh Esat e Zatëri el-Falestini, në ka thënë në Medina, se ky rivajet është rivajet i dobët, por është me shumicë e përhapme në mesin e muslimanëve, nga Rafidat ua kanë fut, pse? Që më fut helmin muslimanëve me mendu muslimanët se kjo armiqësi që e ka pas Muawija radiallahu anhu ndaj Hasanit dhe Husejnit nuk është e lindme në atë moment, po prindërit e Muawijas ja kanë trashëgu atit që ata kanë pas ndaj Ehlul Bejtit, shikoni Hindja radiallahu anha, shikoni Abu Sufjani se çish ka pasë. Shikoni si i gjujnë që është edhe ata, që me ta fut ty do më thonë në dyshimin, edhe ti pasaj e merr atë dyshim, edhe as nuk i vetë dyshim, se është dyshim, se është edhe devijim, dhe ata synojnë do më thonë kanë synime të ulta dhe të prishura. Prandaj do më thonë, është prej usulve, si që thotë Sheikh Rabia Hafidhahullah, është prej usulve, prej bazave të ehli sunetit që ti përmbahemi do më thonë në çështjes që kanë ndodhur domethënë në mes të sahabëve ridwanullahi alejhim, se ato domethënë janë kanë teskia. Teskia thotë Sheikh Rabia prej Allahut subhanahu wa taala dhe teskiatun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu edhe kanë lëvdata dhe teskia domethënë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo sa i përket domethënë çështjes së aqidatu aqidja njerëzve të sunnetit në lidhje me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe me këtë këtu autori Ibn Xherir at-Tabari rahimahullah, që njihet domethënë si dietari i tefsirit, dhe është domethënë për mufessirun, për dietarët e tefsirit, është libri i tij domethënë bazë. Është bazë domethënë të gjitha ato që kanë ardhur mas Ibn Xheririt rahimahullah, patjetër domethënë janë kthyer te tefsiri i tij. Dhe llogaritet domethënë na prej tefsirit, siç e thotë Ibn Taymija rahimullah, nga tefsiret më të mira. Pse? Se është domethënë me sinxhir. Dhe ka qenë njeriu domethënë na njeri i sunnetit. Domethënë sahibu sunna, këtu për qëllim domethënë sahibu sunna domethënë aqida, me pas domethënë aqidën sipas njerëzve domethënë na të sunnetit. Dhe me këtë Ibn Xherir rahimahullah e pastron veten e tij prej akuzave që njerëzit ja kanë vesh. Edhe kjo ka qenë rruga e dietarëve, që nëse dikush ta mvesh diçka aty, atëherë e pastron ti veten tënde. Edhe vjen në fund Ibn Xherir rahimahullah dhe fol për çështjen dhe përmend disa argumente kërcënuese për ata njerëz domethënë që u fusin njerëzve të tjerë fjalë në gojën e tyre. Do thonë ai si ka thënë ata, është i pastër, po ata janë veshin atit. I përmend disa argumente se siç shihet prej kësaj risala, prej këtij shkrimit të Ibn Xheririt rahimullah, se ky imam ka hek shumë. Ka hek shumë domethënë që njerëzit e kanë akuzuar, e kanë sulmuar, i kanë vesh gjana që ka qenë i pastër, edhe prandaj ka përfilluar këtë shkrim që me pastru njerë vetën e tij, me tregu qëndrimin e tij në lidhje me këto mesajl që janë përmendura në këtë letër, dhe po ashtu domethënë edhe në fund tregon domethënë për çështjen dhe rrezikun se veshja e fjalëve ndaj njerëzve të pafajshëm është çështje domethënë e rrezikshme. Domethënë ti refuzo, siç e thonë domethënë shuyuhët, ne nuk ja mbyllim gojën askujt prej refuzimeve. Ti refuzo. Rut, refuzo. Ama refuzo domethënë me dije dhe drejtësi, kaq. Refuzo me dije dhe drejtësi. Jo me gënjeshtra, jo me manipulime. Sile domethënë edhe refuzo domethënë me dije dhe drejtësi. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.